What the fuck? Hey njerëz të bukur, mirë se keni ardhur sërish në What the F Live. Këtë herë, ndryshe nga herët e tjera, do të kem një intervistë ballë për ballë ose anash në këtë rast me Aldor Ninin, CEO i Acromax. Mirë se erdhe Aldor. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sot edhe për mua një eksperiencë e re, se jam mësuar me të studios normale që janë televizione, këtu është disi ndryshe. Por shumë interesant. Ne këtu e kemi në këmbë, tak fak, direkt lajmin e fundit, prandaj të kemi thirrur sot për një nga lajmet që ka qarkulluar këto ditë dhe gjithë interneti po zjen. Ferma VIP, a arriti t'ja kaloj me shikime Big Brother VIP apo jo? Ti ke pas dhe disa shkëmbime në rrjetet sociale me Besmir Semanin, të cilën unë e kam kontaktuar dhe i kam shkruar me të dhe nuk donte të prononcoj për arsye se tha duhet të kalojnë 2 ose 3 javë që të kemi të dhëna të qarta. Dhe më ka nisë dhe një grafik që mund ta shohim ku tregon se kërkimet për fermën VIP janë më të larta se për Big Brotherin në ditët e prime-it përkatës, pra të premten dhe të shtunës. Si është e vërteta tani? E vërteta është që ky ekspert ka shumë të drejtë që do të presim. Dhe unë do kisha dashur shumë që ai të priste përpara se të prononcojë se cili emision është më i suksesshëm. Dhe ky ka qenë faktikisht edhe kritika ime ndaj ti. Nuk ka qenë një vlerësim a është ferma më e suksesshme se Big Brother ose nuk është, por kritika ime ishte që është shumë herët, dhe këto nuk janë statistika të vlefshme, për të vlerësuar a është apo s'është më e suksesshme. Mund të jetë. Pra ngelet në pikpyetje. Se dim është pikpyetje e madhe dhe pse nuk janë të vlefshme. Kërkimet, fakti që ti po kërkon një emision, edhe nëse janë të sakta siç i ka reprezentuar eksperti, nuk tregojnë se a e kam hapur emisionin, sa gjatë e kam parë emisionin, a kam ditur, a më ka pëlqyer emisioni, se kemi edhe raste që njerëzit shikojnë emisionin dhe pastaj thonë çaj emisioni ishte ky, nuk e shikoj prapë. Po, si moza, çajnë këtë emision e pa i zotin. Një fakt që unë dua të pyes është ferma në prime-in e saj të parë arriti shifrën 400.000 shikime live. Mirë po, në fund, kur live-i u mbyll, grumbulloi vetëm 1.2 milion, ndërsa Big Brother në prime-in e fundit që mund ta analizojmë, kulmin e kishte 300.000 dhe gjatë gjithë kohës luante mes 200.000, 250. Por, kur u mbyll kapi 2 milion dhe sot është 2.2 milion. Pra, këto shifra si shkojnë me njëra tjetrën dhe a është e vërtet që mund të blihen klikimet? A blihen klikimet në Big Brother? Fillojmë nga fillimi. Tani, klikimet në live streamet në përgjithësi po blihen. Jo në Big Brother, po edhe në Ferm, edhe në çdo video tjetër. Pra ekziston si mundësi për të blerë. Edhe në këtë video. Ne nuk i blejmë, ne kemi organik. Po mirë, teorikisht. Tani, ku është dallimi midis views, concurrent users, do të thënë sa persona përshikojnë njëkohësisht live streamin, dhe vlera e tretë e cila na mungon edhe këtu. Tani, views do të thënë është futur dikush dhe ka parë për një kohë të konsiderueshme videon, që mund të jetë 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta, është një formulë sekrete të cilën YouTube nuk e nxjerr. Dhe thot varion sipas videos, shikuesit, kozjatës videos ndoshta. Ai është një element, po thot që ka dhe elemente nga shikuesi, tendenca se ç'a quan YouTube që ky shikues e ka parë në thonjza. Kështu që views do të thënë që janë bërë 2 milion herë, ndoshta këto veprime që ka hyrë dikush, por se sa gjatë kanë ndetur personi atje, këtë gjë ne nuk e dim. Se sa veta kanë qenë njëkohësisht, do të thënë, okay, un kam marr, nëse nuk janë falsifikuara, un kam marr një sasi shumë të madhe audiencë, e kam çuar ajo video në një kohë të shpërndar gjatë gjithë prime-it, por nuk e dim a ka qenë ai njëti person që ka ndetur dhe ka parë videon, apo ka ikaj edhe kanë ardhur 2 të tjerë që është rritur. Pra kush është më mirë, të kesh shikues live 400.000 apo në fund kur të mblidhen të vend 2 milion si Bigu? Kush është më mirë? Pra kush është më i suksesshëm nga këto të dyja? Nëse sasia e shikuesve live me numrin e viewsave në fund janë sa më afër me njëra tjetrën, kjo është një tregues shumë pozitiv, sepse do të thënë që ato që kanë hyrë kanë ndetur. Pra te ferma i bie që kanë ndenjur, se te Bigu nga 150 në 2 milion është një diferencë goxha e madhe. Pra në fund me shikuesit që kanë qëndruar live. Po neve nuk e dim se sa nga ato persona kanë ndetur, sa gjatë. Ky është problemi. Dhe sa më afër është aq më mirë, por duhet të jetë elementi i tretë që është watch time-i. Këtë nuk e kemi. As nga ferma, as nga Big Brother. Domethënë Top Channel do ta publikojë vetë atë informacion nëse do ta publikojë. Njëtën gjë publikon dhe ferma nëse do, atje neve shikojmë se sa gjatë kanë qëndruar personat te emisioni. Kështu që problemi qëndron që ne nuk e dim faktikisht cili nga 2 emisionet është më i suksesshëm. Po vetë
në kërkime, ti a bie dakord me fotot e publikuara në rrjetet sociale që është kërkuar më shumë ferma se Big Brotheri, apo nuk ka të bëj kërkime se njerëzit i del Big Brotheri dhe në homepage në YouTube dhe nuk kanë nevojë pse ta kërkojnë? Faktikisht shumica e, domethënë, me sa kam parë, shumica e klikimeve që i vinë televizioneve shqiptar, ku përfshihet edhe Top Channel-i, si statistike e përgjithshëm, nuk vjen nga search-i. Mund të jenë 10-15% që vjen nga search-i. Pra vjen shumë pak nga search-i. Shumë pak. Pjesa më e madhe vjen ose nga videot e tjera, ose nga homepage-i, ose nga njoftimet, ose nga Facebook-u. Po, nga Instagrami, nga rrjetet e tjera sociale. Po, në krahasim nuk e di sa informuar je për edicionet e kaluara të Fermës. Mund të themi që këtë vit Ferma ka një rritje të madhe në përqindje të audiencës? Me ardhin e Arbana Osmanit në drejtim? Në krahasim me vitin e kaluar. Po. Po, unë besoj se po, me sa kam parë. Në krahasim me vitin e kaluar, por dhe vitin e kaluar shkonin live streamet 100, 200, 300, 400. Edhe pse nuk e kaloni 1 milionshin, se unë i pa shtyrat e faqja e Vizionit dhe në fund, pasi kishin mbaruar nuk i kanë luajtur. Për ta interpretuar tani pse edhe në sezonin e kaluar shkonin 400.000, edhe me Arbanën shkonin 400.000, që unë mendoj që ka dallim shumë të madh. Ka shkuar vjet 400.000? Kishin shkuar goxha, dhe më kujtoj që kanë parë disa herë që shkonin me qindra mira, po. Okej, tani unë jam shumë kurioz, Arbana vetë ty të ka kontaktuar pas atij shkëmbimi në rrjetet sociale me Besmirin? Po, sigurisht kemi pasur një bisedë me chat, shumë të shkurtër, shumë profesionale. Çfarë tha? E pranoi fitoren, humbjen, çfarë ndodhi? Jo, Arbana për vete tha që është e sqaruar. Pse? Është e sqaruar për suksesin e vet. A ka ajo qëllim të kaloj Big Brotherit, apo s'ta gjë për këtë? Jo, nuk folem për këtë gjë. Ne folem vetëm për statistiken që kishte publikuar eksperti. Dhe unë e kisha për detyrë t'i shpjegoja Arbanës që kjo statistikë se sa persona kanë kërkuar diçka një moment caktuar nuk është domethënës për suksesin e emisionit. Kaq. A kishte qëllim të thyente rekordet e Big Brotherit? Po, se që kishe një... Jo, ajo tha... Kishe bërë një mesazh në fund unë, që edhe ku Besmiri, eksperti faktikisht, dhe nuk është se ra dakord me mendimin tim, po paqësuam në fund, më thënë që do presim. Unë e kalova pastaj në gallat muhabetin, më shumë, dhe bëra një humor që faktikisht Besmir për t'i analizuar dhe për t'i krahasuar të dy, du të kishim shpikur një teknologji që të ktheheshim në kohë. Pas në kohë dhe të nisnin të dy programet njëkohësisht dhe t'i krahasonin, po dhe pastaj bëra një batutë fund që ndoshta mund t'i bëj punë dhe Arbanës kjo. Çfarë tha ajo? E tha që kam mbyllur rekordet e mia me Big Brotherin që në 2000 sa. Pra Arbana thot që unë i kam mbyllur punët me Bigun, me të drejtë, tani urojmë sukseset e Ferma. Unë se kisha për Bigun. Ti se kishe për Bigun? Jo. Ti kishe në përgjithësi? Unë kisha në përgjithësi që nuk e di, se cili nga ne ka ndoshta gjëra sfida ku ndoshta do të kthehet në komë. Po, e vërtet. Okej. Tani le të flasim pak për atë që do ta quajmë elefantin në dhomë, që në këtë rast është Mimoza Ahmeti, e cila ka qenë kryefjala e këtyre ditëve. TikToku, Instagrami është mbushur, të gjithë for you page-at tanë janë me memet e Mozës dhe ti si eksperti shifrave. Si e sheh Mimoza Ahmeti në këtë histori deri tani? Mund të jetë një Luiz i dytë, apo ka shanse dhe ta tejkaloj atë në bazë të numrave? Unë mendoj që po, patjetër që ka shansin të bëhet një Luiz i dytë. Është një personazh aq interesant që unë e shikoj dhe tu ka dhe Besmiri të drejtë, kërkesat për atë si personazh janë shumë të larta. Dhe mendoj që shifrat në të ardhmen, nëse ajo është në gjendje të mbajë lojën siç e ka marrë edhe Luizi në Big Brother. Po, sepse është vetëm fillimi kjo. Është vetëm fillimi dhe ne dim të gjithë që mund të fillosh bukur, pastaj mbet rrugës. Po, mund të bëhet. Dhe unë mendoj që ajo është një element shumë i rëndësishëm për Fermën. Mendoj që pa Mozën nuk do kishim këto shifra dhe këtë viralitet? Unë mendoj që imagjinoj Big Brotherin e atëhershëm pa Luizin. Pra ti u përgjigje pyetjes time për Thorazi. Aldor, shumë faleminderit që pranove të vije në La Villa dhe të jepnim këto përgjigje që njerëzit me shumë mundësi do i marrin dhe do qetësohen pak situata. Deri më tani, ëh, se tani, pastaj do shikojmë në vazhdim si do. Tani statistikat tona në Andale si janë, thuaj pak. Janë super. Si të duken ty? Super. Domethënë reklamoj edhe kur flas me emisionet e televizioneve tradicionale, ju marr ju si shembull. Po. Çfarë thua? Marr si shembull dhe them ja. Nuk ka nevojë për një studio super të madh, nuk ka nevojë për këtë gjë. E rëndësishme është të kesh konceptin, të kesh temat, të kesh talentin
Dhe me sa di unë disa nga televizionet kanë bërë dhe emisionet të ngjashme si këto të Andales. Kështu që tregon që ju keni bërë diçka të mirë, keni treguar se ku do shkojë zhvillimi edhe të tjerët janë duke ndjekur këtë gjë. Shumë faleminderit Aldor, ndërkohë që ju mos harroni të ndiqni Andale në vazhdim, bëni subscribe më poshtë për të mos humbur asnjë nga prodhimet tona dhe bashkë do shihemi të mërkurën në live-in e radhës në orën 6. Paçim. Paçim. Andale!